formacioni më i mirë i 10 viteve të fundit në derbi për të dy ekipet. Dhe ai që është tifoz i Tiranës thotë se Trashi është para Xhallarit. Talentin më të madh që ka prodhuar kampionati jon. 15 milion euro në treg. Po jo Muçi para Hasanit më burr. Ka identitetin e tillë që ka lojtarë shqiptar më tepër. Më kujtoi gjithmonë një intervistë Aleksandrin Gjokës që thonë, më ftojnë për podcast. Po mirë tani. Dhe më pyesin kështu e ashtu. Unë nuk jam nga gocat që ngatrojnë të ftuarit në studio, se kjo ka ndodhur. Unë e kam ngritur Champions League-ën për çdo gjë në jetën time, kështu që e gëzuar, një të dashur futbollist. Edhe ka mall se mos dëshirohet, ai po e puta një runë dhe pastaj më. Ja japim një mundësi se ndoshta ajo të gjithë e pëlqejnë futbollin, po Miq të Andel Sport, ja ku jemi në javën e derbit të kryeqytetit. Java e derbit, java më spektakolare e futbollit shqiptar. Partizani Tirana të premte në orën 19, edhe pse Flor, se hyra kështu furishëm. Duhet për derbin duhet. Janë skuadra që janë në problem shumë të madh. Shikoj, ndoshta ky derbi nuk është aq derbi i fortë që ne jemi mësuar shumë vitet e fundit, por prandaj ne morëm vullnetin, iniciativën që të bënim një formacion. Bravo. Dhe çfarë formacioni? Formacioni më i mirë i 10 viteve të fundit në derbi për të dy ekipet dhe çfarë formacioni, çfarë lojtarësh ka dalë nuk ja u merr mendja. Pra, unë me Florin kemi bërë, unë kam marrë në bazë të një shorti që hodhëm që quhet Teka Çift, unë kam marrë Partizani, Flori Tirana dhe kemi zgjedhur formacionin me lojtarët më të mirë të mundshëm në 10 vitet e fundit, që do të thotë. Kemi futur rol tifozi, unë jam Tirana bardhë dhe blu për sot. Unë jam një kryeqytet i kuq, kështu që unë kam Partizanin në sezonin 2015-2016 deri në 2025-2026. Flori ka Tiranën e atyre viteve. Ne gjë vlem për Tiranën nga 2015 dhe mbrapa, këta janë lojtarët që të kalojnë me Tiranën. Ju premtoj që kemi gjysmore parë se të nisnim xhirimet që po zihemi për 2-3 emra specifik. Por fillimisht po ju prezantoj skuadrën time të Partizanit më e mira në 10 vitet e fundit. Ta hap çik këto njerëz pa fat goja. Flori bëjmë një gëzuar në shpejt. Me premium kola nga Latiza. Kjo është e kuqe, por e mendoni se është rastësi jo. Atëherë do ta ndajmë që nga portieri i parë. Tani te portieri unë jam i sigurt që ti me Musi ke shanset. Po pse nuk kam shanset? Jo, ironika para Alban Hoxhës. Po tani unë nuk po të vitim me një emër që më thonë nuk ke shanse. Një lojtar i cili ka karrierë futbolli shqiptar deri 41 vjeç. Po jo para Alban, mos më lë meç. Po nuk po ta mohojmë kontributin që ka Albani, po them që nuk thotë që nuk ke shanse. Janë për mua, janë shumë afër njëri tjetrit, i jap kontribut më tepër Albanit për kombëtarën shqiptare. Portieri më i mirë është në të formacion? Patjetër më, Alban Hoxha, por pa mohuar kontributin që ka Alion Lika. Po, se duhet të respektohet deri në fund të jetës. Hiqe minus. Nuk duhet. Ma hiq Likën. Bravo, hidhem tokë, mos e vrit mendjen. Portieri Alban Hoxha. Do tjera, mos më bëj një. E nisën te mbrojtësi i krau djath. Andi Hadroi apo Albi Doka? Unë them Andi Hadroi personalisht, valla nuk mendoj që Albi Doka e kalon Andi Hadroin. Është mbrojtës i mirë, po unë mendoj që Andi Hadroi. Albi Doka ka dy etapat vetat. Pra ka etapet që ka qenë më lart, që isha në periudhën që edhe kombëtarja kishte interes për ato. Iku edhe jashtë. Ka edhe etapet tani që nuk është atë niveli që ishte. Pra tani. Po mendoj që edhe në kohë më të mirë të mundshme Andi Hadroi është më mirë se Albi Doka. Ja pa Hadroi për faktin se ka qenë i vetmi i kampionatit shqiptar në kombëtar vitet e fundit. Vetëm për këtë, por është, Hadroi është më edhe më në sulm ka qenë më i. Po ti tani mos merr zemrën se po t'jap dy pozicione. Kemi tjerë plot për debatuar. Albi Dokën hiqe. Por po dëmtua Hadroi dhe që Doka është i parë. Po, atë sezon, se kush ka djathtë tjetër skemi ne. Në qendër, tani këtu, këtu më dil. Unë këtu ngre duart lart. Por mua Muça ka po veprë përballë. Muça me Bitrin po krahasojnë. Okej, Bitri është shumë lojtar i mirë, edhe periudha që ka patur jashtë, po ashtu pati eksperiencë mirë. Po Muça është tjetër gjë. Një lojtar legjendar për mua. Tirana po e kërkon. E bëj faconin shumë gajmata në djathtë. Tirana po e kërkon një lojtar si ky, e mbledh nuk po e gjen dot. Pra, një lojtar që u kthye, kaloi shumë vështirësi në jetën e vet, u kthye dhe prapë çoi ekipin drejt titullit kampion. Patjetër meriton. Edhe pranën ja shpusha dhe pranën e liderit që ishte në fushë. Jam dakord, Muça ka eksperiencë, ka të gjitha. Tani këtu preka me Evangelin. Tani Evangeli jot nuk është pozicion qendërmbrojtës. Dakor. Shiko, unë kisha një dilemë të vogël te qendërmbrojtës. Kisha lojtarë të tjerë shumë mirë që luanin qendërmbrojtje, që kishin pat etapa të mira te Tirana, po të përmend për shembull Najdovskin, kohën kur Tirana shkoi në Europë. Po, Najdovski është më interesant. Por qendrova pak te lojtarët shqiptar dhe Evangeli më duk një emër shumë i mirë. Dakor. Se futa formacion. Por Evangeli nuk është mbrojtës qendre. Emri ka bërë tjetër rol, se ka bërë aty. Është pak i dubluar aty. Kështu që ma le mu prekën. E ka bërë emri tjetër rol Evangeli. Po është për tush do fusëm natë në mbrojtje. E di si po e le prekën? Vetëm se ka
karrierën përpara. Prap, po them që është një lojtar i cili Preka i ka të gjitha, gjatësi, saktësi, kampion Partizanin para 2 vitesh. Preka i ka të gjitha, kurse Vangjeli ta kishte futboll zë tjetër po. Nuk jam hondot Vangelit, që ka futbollin shqiptar. Dakor, po është pozicion sikur ti fush tani të fushësh. Dakor. Po them nga qendra gjyqare Tirana, Muça ishte gjithmonë stabil dhe qendra tjetër ndryshonte me kohë. Po kishte marrë tani dosën, do kishin bërë më shumë debat me Kuim. Por u dogje. Preferoj lojtarë shqiptar. Krau i majti mbrojtjes. Unë nuk besoj që ti ta bën goja ta thua që Trashi është më dobët se Hoxhallari. Unë kam të sigurt Trashën aty dhe nuk e luaj. Nëse ti mendon që Hoxhallari e kalon Trashën për 4 majtë mbrojtje. Tu do kemi dilemë. Unë them që Hoxhallari ka qenë mbrojtësi më i mirë i që ka luajtur në Shqipëri vitet e fundit. Jo, nuk ka shans. Kush më mirë, më emër më të mirë. Trashi është mbrojtësi më i mirë që ka pas kampionatin shqiptar. Po kur e ka pas? Çfarë periudhe? Që para që në 2015-ën dhe tani në flamurtarin po lu prapë shumë mirë. Dakor, unë nuk po mendoj që është lojtar i mirë. Por ti nuk thot dot që ky është lojtar i keq. Unë nuk them që ai është i keq, po nuk krahasohet me Trashin ai. Ka pat kontribut, mos harro ka pat një duel shumë të madh, kishte edhe Ismail Gecin në kohën e vet të Tiranës. Ismail Geci ka qenë interesant. Po jo se Trashi, me Trashin i ka shanset. Kishte një duel brenda ekipit. Trashi shkoi 2 herë me Ballkanin në Euro Conference. Për mua ka fituar duel brenda ekipit. Tani unë nuk pranoj që gjithë mbrojtjet janë Partizan. Jo, po të jap argumenta. Po ti më jap argument, po patjetër unë mendoj që ai është aty. Hoxhallari para Trashit, nuk ka shak. Dhe ai që është tifoz i Tiranës thotë se Trashi është para Hoxhallarit. O zotri, Hoxhallari. Je dakord për Trashin? Jo. Le gënjen. Hoxhallari ka qenë një lojtar i cili ka çuar ekipin në Europë. Ka bërë paraqitje shumë mira. Ku ekip në Europë më? Tiranën më. Ku e ka çu? Si ku e ka çu? Ku e ka çu? 2019-2020. Ku? E ka çu në Europë o zotri. Në kualifikuese. Në kualifikuese. Trashi ku çoi Partizanin dhe Ballkanin. Po çoi Partizanin. Në Champions League. O zotri nuk ta mori Ballkanin e çoi në grupe Conference League. Mos më luaj me tani më burr. Trashi shumë lojtar i mirë. Nuk të shkon mbrojtja e gjitha kuqes se futoj. Jo, nuk e loj. Jo, s'ka shans. Bën një kombinim. Jo, nuk ka shans. Nuk e lëshoj Trashin gjallë. Unë të tolerova. Jo, te Trashi? Jo, Floro. Po ke gjithë repartin veç. Ja ke Muçën. Po jo vetëm një lojtar. Me merit. Me merit. A ke Muçën? Nuk ti falë repartet e tjera. Mos më falë Allah. Nuk ti falë repartet e tjera. Po jo Trashi, jo Hoxhallari para Trashit. Unë vazhdoj mendoj akoma. Vazhdoj mendoj që janë balotazh me njëri tjetrin për të qenë formacion. Ti qofsh dha. Tani, unë jam edhe imagjino për lojtar që e kam patur edhe të lushnja. Imagjino që e kam më shumë për zemër nga Hoxhallari. Unë jam 4-4-2, ti je 4-3-3. Këtu do të formacionin si tek çift. Çift. Tek një stop, po fitova unë 4-4-2, po fitove ti 4-3-3. Unë jam teku, tek son çift. E imi amiq 4-4-2. Po shihni spektakël do shihni tani. Kush është spektakël? Kush është kaq narcis një drevesa kur bën tek çift 0-0, nxer grusht. Sepse ja fute vetë. Tregon njëri drejt jetë. Tregon njëri drejt jetë do but. 4-4-2. Përpara mbrojtjes, me sfushor defensiv, nëse Flori ka një emër më potent se Ylber Ramadani me Lecën Serie A dhe me Kombëtaren, le ta thot. Gjergj Muzaka, çfarë mendon? Jo, i mirë, shumë i mirë. Okej. Ramadanin jo. Por ka dy krahasime ndryshme. Ylber Ramadani ka luajtur kampionatin shqiptar një vit. Pra ka bërë një vit kampionatin shqiptar. Që nuk ka qenë në nivelin e vet më të mirë, siç ka qenë te Leça apo te ekipet e tjera kur iku jashtë. Po marri me emra, jo si kanë qenë kur luaj Partizani. Jo, ti do marrësh për kontributin që ka dhënë për ekipet. Po jo ashtu Floro, jo ashtu digje mund. Po ashtu tani po. Ti ke emra formacioni më të mirë me emra. Më dëgjoj zotri, ka kontribut shumë madh. Situatës më është. Jo, fare. Jo, ka kontribut thot kot. Kontributi që ka për Fanellën, ka luajtur një vit. Po se kështu Ramadani u bë lojtar i mirë që mori vëmendje kur shkoi te Velja dhe kur shkoi mbrapa në Danez. Formacion sot, nëse do kishte formacion sot lojtar më. Jo, po ka rregull kështu. Kontributi që ka dhënë për Fanellën. Tu nuk ta fal. Rëshkite Muzakën. Jo. Po ti s'e bën gjithë formacionin tëndin. Jo, po s'e bën gjithë timin. Po jo zotri këtu. Unë do pranoj, shiko. Jo. Gjithë formacioni joti ku jeti këtu. Jo, mirë, dëgjoj. Jo. Dëgjoj, vendose pak më poshtë lutem. Si ishet më? Këtu. Tani, ju që na ndiqni nga shtëpia. Ju do vendosit Muzakën para Ramadanit me sfushor defensiv. Aktualisht, jo aktualisht, në kulmin e të dyve në karrierë. Kjo është pyetja. Jo. Pyetja tamam është kontributi që ka dhënë për Fanellën e kryeqytetit. Ramadani për Partizanin dhe Muzaka tek Tirana. Pra janë dy krahasime ndryshme. Unë nuk po të marr ty Ekubanin e Gjenoas, marr Ekubanin e Partizanit, si po ti shoh shumë informacion komplet tjetër. Panik do kishe. Po të vë Mervel do kuç që ka luajtur te Getafe. Zgjidheni vet me këtë zotri. Po ta vë përballu tani atë me Mervel që është te Getafe. Ç'do të më thosh? Ta kishe dhënë më. Po ta kishe dhënë po është kontribut që ka dhënë për Fanellën. Po. Zgjidheni nuk e shtëpia. Nuk është ky krahasim. Krau i djathtë i mes fushës. Un kam Yasir Hasanin. Ti vlla kë do vendosësh? Shiko, më dëgjoj. Me që është e fortë, me që Hasani është i fortë, unë po ta zë vendin direkt me Ernest Muçin. Dhe ti për këtë nuk Dhe Muça ka luajtur Hasani thotë ti. Nuk e merr thua? Jo.
Më argumento pak të gjithë. Hasani ka bërë spektakël në kampionat superiore me Partizanin, ishte tresha e famshme Bam, Bardi, Hasani, Mala. Dhe është njëjti lojtar që ty të dha Europianin para 2 vitesh kualifikuese. Nuk jam oj. Spektakël polonist, spektakël gjithëve. Nuk jam oj. E ti thua Muçi. Muçi te kombëtarës polu. Po ti o zotëri mos ma bëj mu krahasimi siç e do vetë. Ti ke përballë lojtarin më të shtrenjtë që ka prodhuar kampionati shqiptar vitet e fundit. Talentin më të madh që ka prodhuar kampionati jon. 15 milionë euro në treg. Kujdes kur hyte shifrat, se kur them shifrën që u shit 1.4 ky do të digjen të tjerët pastaj. Nuk të digjen fare. Unë të marr 2-3 argumente. Mos e krahaso Hasani me Muçin tani më burr. Muçi ka potencial, Hasani ka treguar. Okej, Muçi ka potencial, e ka treguar potencialin. Jo, s'ka treguar akoma. Nuk ka treguar. Muçi ka bërë gol as të vijës në Europa League. Ej, ç'a qefi po edhe? Ç'a qefi. Po, më burr se një gol e bën gjithë. Ernest Muçi, ti e di çka ka bërë me Partizanin derbi apo jo? Çka ka bërë? Ti e di kush dalluar lojtar? Çka ka bërë Muçi? Ma avash. Çka ka bërë? Ti e mban me 5-1. Çka po? Ti e mban me 5-1. Nuk bëri 5 gola, por bëri një nga golat që të kujtohet akoma se sa dite. Edhe Kordirët ka bërë super golat me flotë kuq. Po çfarë do të thënë kjo? Po ja, po çfarë do të thënë një gol i Muçit? Kjo do të thënë Hasani, ta thash me kombëtarën tërkohës, ka bërë mirë Partizani kampion. Muçi nuk Muçi është premtues për ta. Krahasoj nga ana teknike. Aty më jam. Aty nga ana teknike. Hasani ka sprint, ka driblim, ka goditje. Çka ka Muçi? Sprint nuk e ka. Aty lojtari me teknikë që ka prodhuar kampionati jon, ti më thua mua aty ti vetëm më burr tani. Mos të trego, më xha, unë të tolerova aty ku kisha deri në pozicionet. Mos të trego tifoz duke thënë që ky lojtar tani nuk meriton formacionin. Para Hasanit jo. Çfarë ke Silvinho? Bravo, sa do e thosha. Debatin tonë e zgjidh Silvinho. Ai fut Hasanin, Muçi e lëm stol. Ti më thon tani. Zotri, unë jam ka mendimin tim jo që ka Silvinho, nuk është zoti ai. Unë ta veh këtu edhe nuk. Po jo Muçi para Hasanit më burr. Ti ke përdaj që këtë lojtar? Jo. Le këtu ta zgjidhim. Po ç'është po ti le edhe unë tani këta që mendoj dublin ti le aty ta bëj formacion. Ç'do ta thon po jo ata të Tiranës, ti mos fol. Ai do flasi. A duhet të heq Muçi për Hasanin? Duhet të heq. Po. Ju qofshi. Ishte pak ta vendos pak Muçi. Po çfarë ja fusni kot. Ore, ja fusni kot për kokë time. Hasani më Hasani titullar me Shqipëri ju e hiqni. Ma ka hequr zëri 3 herë për golat që ka bërë, respektoj deri në fund, por përballë Muçit, unë mendoj që Muçi ka avantazh në 2-3 fusha. Po çfarë avantazhi ka Muçi? Ana teknike. Pse se ka Hasani teknikën? Ore, ka më shumë. Është lojtar. Ku ka më shumë? Ku e ka treguar më shumë? Ku ka treguar më shumë? Mos ja fut kot. E ka bërë gjithë Europën flasin për vete apo? Ku gjithë Europë më? Çfarë Europë më burr? Kur ka luajtur në konferencën e Europa League nuk ka bërë gjithë ata që kthem. Unë mahnitëm ka bë lajme to gazetë shqiptare që shisnin gazeta. Po nuk do të pranë. Jo. Aston Villa. Hape faqen Europa League. Hape faqen Europa League shi aty. Shifë aty pra. I boni 2 gola Aston Villa me Legën e Varsavës, çfarë pastaj? Po jo, ma ka bërë paraqitje shumë mirë ai aty. Nuk për mua nuk është para Hasanit. Për ty qoftë. Për mua nuk të zi. Tani, Krau Majt. Okej, tu këtë më thua. Tu i ke një tipologji të një lojtarësh. Pak a shumë. Këtë do krahasoj Bakajn? Pra, Bakaj dhe Mazrekaj. Bakajn Kratmajt para Mazrekajt, nuk jam për Bakajn para Mazrekajn Kratmajt. Ke 2 lojtarë që pak a shumë. Bakaj për mua shumë qendër se sa Kramajt. Dakor, pra, po ky pozicion e ka ardhur. Po atëre. Jo, prit. Mendoj se ke lista jote. Si jo, tash e bu. Po tani vendos te lista, ti nuk je. Mendosa unë jam. Edhe për këto jam shumë kundra. Ata dy që i bë luftë hoqe. Ja, bitën për Novën pa kushte. Po rri pra tani. Po tash Hasanin. Prit, më xham mua. Elis Bakaj nuk e thua dot se ka qenë një nga lojtarët që ka qenë emblem e kampionatit shqiptar, të çdo ekip që ka luajtur, po edhe te Tirana që ka dhënë. Dinamo, Tirana, Partizani ka qenë. Edhe tek Tirana, edhe në derbi. Edhe në derbi ka qenë vendimtar shpeshherë. Një gol i më në derbi këtë. Një ka bën Partizani, një ka bën Tirana. Ikën 2 ndeshje u zgjidhën. Pra, ka qenë vendimtar edhe në derbi. Të kujtoj golin e derbit Tito? E mbajmë golin e derbi? E mbajmë. Morën një faul aty nga cepi fare. E mbajmë. Nuk ja heqën meritat. Ai portieri që kishte ti aty, kush ai Lika? Që edhe poshtë. Nuk ja heqën meritat që Mazreka është lojtar shumë i mirë, por do jap votën dhe unë Mazrekajt, ama. Për mua është lojtari preferuar në kampionatin shqiptar. Mazreka ka treguar kur është në formë të mirë, ishte i pandalshëm. Ama, edhe Elis Bakaj për mua ka qenë lojtar që kur donte, kishte edhe ai ato ndeshjet e veta, por kur donte ishte i pandalshëm. Bakajn për mua po ta vendosë në kokë me Rapajn, do të jepsha për Bakajn. Unë po mje lojtar. Se ka eksperiencë, do thosha ke drejt. Tani që krahasoj me Mazrekan aty, e do Gjefloro. S'ke se kanë 3 lojtar. Kanë 3 lojtar, bëhet gati të bëhet pak blu gjithë reparti. Jo, s'ka shans blu gjithë reparti. Tek me sfushori 10, fantazisti. Tani, Rapajn ti se krahasoj me njëri. Ti ke 10. Po unë mund ta kamufloj ti me bazën mund të. Me bazën që mund të luaj pak mbrapa. A baza e mund ta bënte atë? Po. Tani, Rapa dhe Abaza, besoj që bjem dakord që Abaza ka pak më shumë kontribut. Edhe tek Tirana. Pse ka pak më shumë kontribut? Edhe tek Tirana atyre viteve kur ishte.
Rafa ka treguar më shumë fantazi. Abaza i pati një fat keq në karrierën e vet që ndoshin dëmtimet. Por si lojtar, ka treguar që te luftëtari që ishte shumë teknik apo jo. Po pra ishte i mirë. Po për kampionatin shqiptar dhe për Tiranën vitet. Po për 10 para Rapajt, domethënë Rapaj tregoi me Carën me Skukën. Jo, se ti po luan me lojë shumë pisë tani. Po bojë vetë vetëm unë. Se djernishin gjithë dyshin. Ti po luan me formacionin tënd dhe po kërkon që të përshtatet tani lojtari krahut wingeri bëhet 10 jot, po jo. Pse ndorrënjishin gjithë dyshin? Në formacion nuk është drejt, në formacion Abazi duhet jetë. Për mua. Para Rapajt 10. Po tani zotëri, po ta kthim edhe këtë lojtar më vure me M2-shje, me 2 lojtar nuk ka Tirana, ka më të mirë. Po këtë s'm dakord akoma unë. Po këtë me M2-shje, po këtë s'm dakord fare. Po pra po. Ato vendosën, po e heq, po ta bëj qokën. Nuk po bën qokë. Po s'jam dakord fare. Nuk mos u bëj trajner shqiptar do qoka e para dhe e dyta. Trajner shqiptar ja hodhi kunjën. Se di për kë e ka. Nuk e dha si kunjë se ti di më vjen nga unë. Nuk ka kunja, thjesht fakti është. Mirë. Edhe ti nuk do ishe dakord që ky formacion dalë gjithë i kuq apo. Jo, nuk më intereson më dalë gjithë. Po bro Partizani po nuk do ishe dakord. Unë e shoh Rapajn shumë më mirë pas Sulmuzve. Po sepse Rapa është 10, dhe ti kërkon më që një lojtar winger ta bëj 10, se do ti ta kesh 4-4-2. Me Rom. Aman, justifikime. Krau i djathtë i Sulmit, un kam një emër që luan në Serie A, që quhet Kaleb Ekuban, që kur luajti këtu ishte terrori çdo skuadre. Nëse Flori Guxon të mendoj që mund ta zëvendësojmë dikë tjetër, nuk e di. Ha mendon? Thuaj çik po. Ekuban ndoshta i huaj më mirë që ka luajtur kampionatin shqiptar. Tani nuk kam këtë nivel për ballë do thoja, kam 2 lojtarë shumë mirë. Kam 2 lojtarë shumë mirë. Florent Asani, Taulan Seferi, të dy kanë bërë mirë kampionatin shqiptar, por e pranoj, të dy shumë lojtarë. Kaleb Ekuban tregoi diçka tjetër. Dhe tani un po ta vë për ballë me Florent Asani ty, që deni debat tjetër të bukur fund. Ka qenë vendimtar tek Tirana. Po. Patjetër që ka bërë shumë mirë tek Tirana. Po. Përballë Ekuban nuk po them, por më beso që ndoshta në etapa ndryshme këta të 2 lojtarë kanë pasur njëjtin kontribut për ekipet e tyre. Po, e vërtet. Ka pasur një kontribut. Ka qenë Asani për Tiranë, ka qenë Ekubani Partizanin. Po pra, tani Ekuban dori gëshosë më i mi kampionatit. Ekuban ka vetëm një avantazh. Që luan Serie A. Që luan në Serie A për momentin. Pra vetëm për këtë po jap pikën time. Po ne bërtita dhe unë se. Ama ka diçka te ekipi im po e vurere. Unë zgjodha gjithë lojtarët shqiptar. Kështu që unë pata një lloj avantazhi tjetër që ti nuk e ke në ekipin tënd, si ke lojtar. Kriteri ishte lojtarët më të mirë të mundshëm nga 2015 deri tani. Dakor. Se bëre patriotin ti, çfarë i ka mund? Nuk bëra patriotin. Tirana vetë ka identitetin e tillë që ka lojtarë shqiptar më tepër. Ndërkohë jemi sot që Tirana ka vetëm 3 lojtarë titullar shqiptar. Po them identiteti që ka Tirana. Ekubani nuk bëra mirë që qeshëm me këtë situatë. Tani Krau, jo më lërë, Krau i majtë Sulmit, kemi debat shumë fort tu, zë 3 lojtarë shqiptar, Taulan Seferi e merr me argumentin që ka qenë pjesë e kombëtares aktive. Pse e bëre dorën është konfirmon që është argument i fortë. Ti përdor një argument mua që më the duhet pjesë e kaluar të kombëtare. Ky njeri ka qenë të kombëtar shqiptar edhe periudhën kur ishte tek Tirana. Po pra. Që do të thotë, nëse do të thotë argument tani, ma kthem Asani këtu. Jo tani, me periudhën. Po e përdor tani, ma kthem Asani këtu. Jo. E mirë. Asani nuk ka qenë kombëtar kur ishte te Partizani. Seferi e ka patur kombëtar edhe tek Tirana. Çka ka luajtur Seferi te kombëtar ke Tirana më burr. Po e ke patur formacion. Po jo, mor, Seferi bonte të dy golat me Kuksin edhe bote kështu. Jo. Ata nuk e thotë dot. Seferi ka treguar vetëm. Po jo, mor burr ja. Seferi është shumë i mirë për superiore. Patjetër pra. Shumë i mirë. Po krahason kampionatin ton. Po, më i mirë se Skuka? Në cilën etapë? Merr kohën e tyre më të mirë krahaso. Unë kam marrë kohën e tyre më të mirë. Kontributin për ekipin. Kontributin për ekipin, Skuka ka qenë i frikshëm për 2 vite radhazi, u largua dhe eri prapë i frikshëm. Për mua ka qenë një nga lojtarët, po them më potent që ka patur kampionatin shqiptar. Skuka ishte nxori kampion Partizanin atë vitin kur doli kampion, një start fantastik. Shikoj çfarë ndodh tani. Ti ke informacion të kuq. Dhe për mua Skuka dhe Seferi ka pikat e veta Seferi për kombëtarën 1. Po kombëtari është edhe Skuka më burr. Nuk ka qenë aq shumë sa Seferi, po ka qenë i grumbullum. Tani ka qenë i grumbullum në 2-3 ndeshje, të cilat nuk ka qenë as zyrtare, a kupton? Ka qenë miqësore dhe i ndeshja. Po më i është dhënë shanse. Po pra, po tani i është dhënë shanse, ka qenë lojtar vendimtar për kombëtarën, ka çuar, ka luajtur edhe në Europian. Seferi vendimtare? Ka luajtur në Europian. Vendimtar Seferi? Seferi në Europian? Seferi në Europian luajti siç luajti Abrashi, që e morën kohë sa për. Jo, ka bërë 2 gola me Çekin. Ose, me Çekin me karton të kuq. Edhe ato golat, si bëri golat, qas për para portës, si vetëm në koptë veta. Mos më krahaso. Po jo. Unë jam për Skukën. Unë jam për Seferin. Unë jam për Skukën. Unë jam për Seferin. Nuk mund ta lë balotazh këtë, mendoj që duhet
Po pse ma buna për Skukën ose ka boj kampion me Partizanin? Po ky ka qenë kampion me Tiranë. Ushit 1.4 milion euro mor burr. Mos harron diçka. Në kohën kur luante Talon Seferit e Tirana, ky ekip ishte gati të shkonte edhe në fazën e grupave në Europa League. Po me kë luajti Seferi Tirana? Me kë luajti? Me Hasanin, me Abazajn, me gjithë lojtarë më të mirë më. Po pra kishte edhe grupin, se mori për dorë Seferi Tirana. Edhe tjera ka treguar. Po vlla, kur Seferi luajti ke Tirana, gërshosë më mirë është Pall Hasani. Po patjetër. E pra. Po se ishte qendër sulmi më. Po se po pra ishte Hasani më i mirë se ky. Lojtari që rrin qendër sulmit, ky ka detyrë të bëj golat. Lojtari winger ka një tjetër detyrë që nuk është primare të bëj golat. Unë nuk jam fare për Seferin para Skukës. Do ta vendose. Do ta lë balotazh edhe këtë. Sa balotazhe kemi? Po do të bëj shumë formacion. Jo, më kemi 2 balotazhe. Mregullje. 2 balotazhe ti vendosin vet. Ramadan e pa Muzaka para mbrojtjes dhe Skuka apo Seferi më i mirë në sul. Përdor argumentin që ka luajtur me kombëtaren dhe këtu nuk e pranon argumentin që ka luajtur me kombëtaren. Prit. Ha pra. 1 sekond. Luan me kombëtaren, po luan Serie A. Është lojtar, se tani së fundi e ka marrë pozicionin Julian Sheu. E kupton? Luan jashtë. Luan në Serie A më është i pakrahasueshëm. Kurse ky me këtë të dy bashkë në Shqipëri kanë pasur të njëjtën ecuri. U ta pranova argumentin, por ta thash ku ishte kundërshtimi, që ka luajtur një vit te Partizani dhe nuk po e hiq këtij, që po them ka bërë kontribut mirë. Ramadani te Partizani ka qenë lojtar, po them që kaloi aty dhe mbrapa e mori pjesën më të madhe. Po mua më çdon kjo gjë, Seferi te Shqipëria ka luajt. Po Seferi ka luajt se kishim hall, s'kishim mbrojtës, s'kishim krat majt dhe luta Seferi që mos bote sul, po të nimote mbrojtje. Seferi mbrojtja ka luajt për herë Seferi, detyra mbrojtëse ka pas. Ashtu 2 apo 3 ndeshje, të cilat nuk i ka bërë të mira, ka qenë lojtar që bënte pozicionin nga mbrojtja sul më mirë nga gjithë. Seferi ka pas detyra mbrojtëse, pra ne po të gol Hasani, se shkote sulmin krat djathtë të kohës. Po bënë mirë nga gjithë mo. A bënë më mirë nga gjithë. Po detyra mbrojtëse kishte më. Po e bën o zotëri kur ti bën. Po çfarë vendos sul, vendos këtu me trashin, vendos se ka trashit. Po jo pse trash. Po ja, më burr. Po se nuk është lojtar mbrojtje ai. Po detyra mbrojtja ka pas kombëtare. Po nuk ka lidhje pra. Vendoseni vet Skukën apo Seferin apo për Skukën. Na ngel trajneri. Tani këtu në diçka ti duart lart nuk lodhen fare vendosa vet. Ha, do ka argument për të? O zotëri, për çdo njeri që u kam zero, unë kam një argument. Ja, ti tani mirë, nuk mund të zerësh, nuk mund të zerësh. Nxirri fotot. Vendosi këtu. Po patjetër mund të vendos. Marcel regjizori jon ti vendosin këtu, jemi okay? Tani. Jo, okay. Tani shihni të dy imazhet. Po. Dhe i jepini thoni çfarë thot ky Flori. Emanuel Ekbo dhe Ilir Daja. Ha, kush është trajneri më i mirë? Patjetër që Ilir Daja është trajneri më i mirë shqiptar. Këtë nuk po e mohoj. Por nuk do të thotë që ti ma sjell mua këtu kartonin e këtij dhe më ngre duar lart. Kjo nuk ta pranoj këtë. Kjo është fitore e tani unë të bie më të mirë që ka patur ekipi i Tiranës apo jo? Ka patur Ekbon. Krahasimi ndoshta duket pak do thuash çfarë do Ekbo dhe Daja në një Po Daja e keni pasur të ditën e fundit? Po ka qenë. Pse se zgjodë Daja? Po se na binte 2 ndesh. Çfarë se ka? Po nuk është se Daja e Tirana ka bërë aq mirë se Partizani. Po ti do ka pasur një trajner kështu. Ka patë Josa trajner mirë. Edhe Josa është interesant. Por Ekbo bëri diçka që unë e zgjodha Ekbon. Gjithmonë ky mbet formacioni im, mendimi im, dikush tjetër normal. Ekbo e mori Tiranën në një periudhë shumë të keqe dhe bëri 17 ndeshje pa humbje. Fitoi edhe derbin, që filloi të shumë ndeshje pa derbi dhe mori. Zori kampion, e çoi edhe në Europë dhe ishte gati të kalonte edhe turin e dytë. Pra, shkonte larg në Europë. Ishte trajner pa eksperiencë, që mori dhe tregoi që mund të bënte mirë, e mblodhi grupin, pra bëri një lloj revolucioni te ekip. Je të bësi CV pune, e di. Nuk bën CV pune, po them, ky emri këtu e ka një lloj argumenti, pra nuk mund të thuash unë jam për Ilir Dajën, por i jap merita këtij njeriu që ndryshoi ekipin e Tiranës kohën kur e pas. 100% dakord me ty, jap dorën, trajner shumë i mirë, po me Dajën nuk krahasohet dot. Që kushdo i tisha përballë Dajën, mendoj që do të kishte unë. Eksaktësisht, e kam thënë trajner më i mirë. Pra, bëjmë pak bilancin miqtë mi. Formacioni Dajën nuk po le majnë sus. Vendos aty. 4-4-2. Në port zgjodhëm solemnisht Alban Hoxhën, nuk kishte diskutim. Në katë djath Andi Hadroj. Mbrojtjen do kisha dashur një lojtar tjetër nga Tirana mbrojtje, më thotë. Po jo Vangel, nuk të rinte. Do kisha preferuar Hoxhallarin, por ka një rival shumë fort. Ka një rival shumë fort. Në krahun e djath, në 10 vitet e fundit, mbrojtësi më i mirë i derbit Andi Hadroj. Në qendër Gent Muça, duart lart unë aty. Bashkë me Prekën, që Prekën e theksoi Flori u tregua pak dhe më mirë pasi kishte që kriterin e Evangelit që nuk është qendërmbrojtës, por edhe që ka një tardhme interesante Preka, ndërsa në krahun e majt Lorenz Trashi aty debatuan pak, por sigurisht Trashi e merr atë vend. Edhe unë do të mbroj lojtarët e mi zotëri, nuk kam çfarë të bëj. Në mesfush formacion romb me 4 mesfushor. Përpara mbrojtjes unë insistoj me shpirt Ylber Ramadani. Flori thot duhet Gjergj Muzaka. Këtë ndajeni vet në komente, komentojeni për kontributin që ka te fanella, jo për karrierën që ka bërë brapa, për kontributin që kanë te fanellat e ekipeve, për kontributin Tirana Partizan. Pra tani ka argumente. Në kratë të djathtë të mesfushës, këtu nuk jam dakord fare.
Flori hoqi Hasanin për të vendosur Muçin. Unë nuk jam dakord personalisht, më duket pa sens. Unë jam shumë dakord. Më dakord në çdo repart tjetër. Ja, Më dakord në çdo repart tjetër. Si mund ta lësh Ernest Muçin jashtë? Po jo Muçi para Hasanit, se bëri mirë me kombëtarin, bëni të gjitha. Po të krahasoj periudhën e Partizanit dhe Tiranës UZ3. Po vazhdon pa të shkoj podcasti 4 orë. Kështu që po e lë po të fal. Vazhdo prap. Në kratë të majtë mes fushës, kë kishe alternativë ti? Për Mazrekajn. Unë zëlla Bakajn, po prapë pak e dubluar. Kishim balotazh Bakaj Mazrekaj, po Mazrekaj e mori sepse është krau i tij më i miri i majti mes fushës, plus që ka treguar që kur është në top form edhe me Laçin bën spektakël, jo më me Partizanin kur Mazrekaj donte gjithmonë. Përpara mes fushës dhe pas sulmit, ai që furnizon dy sulmuesit është Kristal Abazaj. Dhe për këtë patëm debate. Po se tani nuk mund të shkoj vetëm te Jotja duke bërë formacionin siç do vetë. Kumbe tek çifti niku im. Po nuk, çfarë është tek çift futbolli, nuk është tek çift. Tani unë kisha Rapajn, zgjodha Abazajn. Rapaj do ishte për 10, por nuk ta pranoje se mbërë gjithë formacionin e kuq. Tani do vedhë lojtarët e mi. Zgjodhëm Abazajn. Në sulm, në krahun e Djat Kalebe Kuban, hoqëm Florent Hasanin që ai është shumë më interesant. Diskutimi edhe këtu. Ja, mos ke diskutim fare ke e Kuban. Nuk ke diskutim fare, po bës kurrë ka vënë përballë një kalamat çerdhe e burr. Po bëj lojtar që doli golashtues 2 vite, zot Tirana kampion. Dhe sulmuesi i fundit i Kraut Majt e lan balotazh dhe këtë zgjidheni vet, këtë doni mes Giulianos Kukës dhe Taulan Seferit. Për kontributin për Fanell dhe për periudhën të kombëtare Taulan Seferi. Julius Kuka shumë më mirë, Fanell Kuka ka ç'a do më ndori kampion. Po nuk po i dha 1.4 milion euro klubit. Po nuk po e mohoj që Kuka qenë vendimtar, më dhe vazhdon të jetë te Partizani. Ama Taulan Seferi ka 2-3 avantazhe të tjera. Dhe trajner miq zgjodhëm të pakrahasueshmin Ilir Daja. Që Ilir Daja mund ta kamuflojë se ka qenë te Tirana, kështu që ndoshta trajneri të dy ekipeve. I vlen kjo, trajneri i dy ekipeve. Nëse do hiqnim me Kubanin dhe do fusnim Florent Hasanin tat. Po është një meç interesante për kombëtarë kjo. Për mua shumë interesante. E frikshme të ishte. Dhe ka diçka që do doja të thoja. Edhe Stoli do na dilte mirë me celetar që hoqëm. Stoli i frikshëm. Rapaj Hasani Hoxhallari, Hasani tjetër, Doka Vangjeli. Ke goxha Stoli fort. Por ku përfundoi kampionati shqiptar, nga ky lloj formacioni derbi, ka përfunduar te celetar që nuk i njeh as tifozëria vet. Pra, ku po shkojmë me këtë formacion? Ku po shkon kjo botë, nuk e di. Por jemi prag derbit që luhet të premten. Bëjmë një parashikim si e mendon? Për mua, ky është derbi ndoshta më i dobët nga ana kualitative. Derbi kualitative, Hallxhin tamam. Nuk presin ndeshje të bukur fush, ma thon drejtën. S'kena pak kohë të shojmë ndeshje të bukur. Por, me që të dy ekipet janë me 2 pikë, mendoj që nuk i falet gabimi më. Partizani ka 4. 4? Se kanë poshtur Vorën, mori barazimet e Utën. Mendoj që derbi është një lloj jo pikthese, nuk mund ta them më tani për këto dy ekipe, por një kthesë vogël fare, që nëse fiton ti jep një lloj motivi për ndeshjet e tjera. Pra të dy ekipet do futen për të fituar. A do të dalin dot apo jo? Nuk mendoj që ka shumë diferenca në këtë pikë ku janë. Partizani ka një avantazh vogël që është një situatë pak më dyshoj. Nuk do thoya qet, po lojtarët i ka pak më kualitativ nga Tirana, mendoj. Tirana ka problemin te lojtarët. Partizani më tepër ka ngërç, mendoj. Jo momental. Parashikim ndeshje. Fiton Partizani për mua. Sa? Rezultat. Jo më fiton Partizani me shall Tirana, që fiton Tirana, po fiton Tirana. Jo, po do dalë. Sa del ndeshja? 1-0 për Tiranë. Autori golit? Kush i njeh thuaj? Një nga tani do them lojtarin se ka sulmuar si morën. Ka marrë shumë ku diun çka kanë marrë ata? Ky që mbajnë më të mirë që ka bërë 3 gola 2 vitet e fundit. Le, mos u lodh Toro. Parashikimi im. Do ta lë një derbi gol-gol. Pra X gol-gol, autori i golit të Partizanit Kuka. Tek Tirana nuk e di. Zotria, po vetë dinti. Pse më ç'është parashikimi burrë, pse gol-gol, X gol-gol. Hudhi lek futboll. Kush bën këtë me lotaxhin. Jemi në rregull ne Floro? Jo, rregull jemi ne. Ashtu. Por nuk jemi në rregull pa vazhduar pak me një të ftuar tjetër që kanë për pjesën e dytë. Që ti do mahnitesh nga ato që do thotë, jo vetëm për derbin, por edhe për kombëtarën dhe për gjitha temat që do e pyesim ne. Unë kot besoj unë e di në fakt, po. Po nuk e di ata që na ndjekin, prandaj ndiqeni pak. Në pjesën e parë patëm një debat për futbollin shqiptar, për fat mirë, te futbolli jonë kemi ca gjëra të bukura. Një nga ato patjetër mund të jetë Sabina Mete, përshëndetje. Përshëndetje, më pëlqeu shumë hyrja dhe prezantimi. Ishte hyrje e vogël, pra kishte pak përshkrim, por që jep
tamam të gjithë duhet. Pag dhe sakt, kemi thënë, mjafton të ketë cilësi. Kënaqësi që jemi së bashku. Jo, nuk e ishte asnjë lloj presje asaj që ti the, është. Sa se dështoje ndonjë gjë tjetër. Më thua një kompliment që nuk të është tënd që mund ta them, më thuaj çfarë të them. Shiko, dhe ti e di që unë me Realin ke ardhur me të bardha sot. Ti falenderoj që na qetësove situatën se me ato do zihem shpesh unë, se kam mendime të tjera nga unë. To debatit kemi shumë të zgjatë apo unë jam me Florin sot. Por ti me ëmbëlsinë tënde na i zbute nervat, kështu që po u bëm shumë të ëmbël, mos flasim kaq shumë. Mi kaq tani, hajde, do të zihemi direkt. Studion e pas keni shumë të bukur dhe më pëlqen shumë nice. Edhe ju ecë të mbar sepse është era ime e parë në këtë podcast. Ne të kemi ftuar për të shtuar pak ëmbëlsi edhe për ta bërë studion tonë më të bukur normalisht. Faleminderit. Po normal, ajo të dy normal që unë do ta bëja të bukur sa. Çfarë mund të pretendoni ju? Modestia është pikë fort. E pritet këtë, Nisë kampionatin tëro. E filloj me kampionatin ton, Sabina. Ti njehesh je një gocë që shkon e ndjek kampionatin ton nga afër, pra e gjithmonë aty në tribuna. Si e shikon gjendjen e kampionatit këtë vit? Po tani pas javës 5, se kjo që do të duhet derbi është java e 6. Ka marrë formë dhe duket sikur edhe gjërat janë vendosur në rrugën e vet. Shumë probleme për skuadrat e kryeqytetit, përjashtoi edhe Dinamon që fitoi derbin tani me Tiranën dhe ndoshta i rikthes edhe pak pozitivitetin në kampin e tyre. Megjithatë, probleme për Tiranën dhe Partizanin, dy skuadra që ti shohim në fund të tabelës së klasifikimit, as nuk shkon dhe as nuk shkon për 7. Dhe nuk mendoj që pse tani le të themi të tregojmë realist, tifozëria më e madhe ju përket dy skuadrave të kryeqytetit. Edhe futbollin patjetër që jo se e bëjnë vetëm këto dy skuadra, por kanë një peshë shumë të madhe në kampionatin tonë. Pastaj po bën mirë Elbasani, po bën mirë Vllaznia, po bën mirë Vora, gjithashtu Teuta, pavarësisht luhatjeve, por duhet thënë që janë edhe ekipet që u ngritën nga kategoria e parë. Për shembull, vlen theksohet Flamurtari që ka bërë investime kolosale me një stadium që javën e kaluar në fakt u hap dhe kishte nga larg duke një pamje magjike, në fakt nuk e dija e pak, jo nuk ishte, sepse kisha punë këtë fundjavë, megjithatë. Të vdes. Ka pas. Kisha punë në zyra do ja të thoja. Megjithatë, ka një ngërç derisa të habituohen përsëri se çfarë ndodh këtu. Ka një problem, kampionati shqiptar mendoj unë, nëse do ta prekim tani apo më vonë. Është pjesëmarrja e lojtarëve të huaj që janë më shumë se sa ata shqiptarë dhe man thoj që merret me statistikat e tij, besoj që i ka ca statistika të nxjerra pikërisht për këtë. Njerëzit, përgjithsisht futbollistët që nuk e dinë çfarë fanele mbajnë veshur, e kanë shumë të vështirë të përshtaten. Nuk mund të shkojë një futbollist i huaj që vjen dhe ta di që do shkojë në Ballç apo të njohë infrastrukturën që kemi ne në Shqipëri apo të di peshën e fanelës së Tiranës apo të Partizanit, po e them kështu si tironse tani. Po për qenë saktë edhe për mos përdor zhargonin për të ditur fanellën e Tiranës edhe të Partizanit apo edhe të skuadrave të tjera. Po çfarë mendoj që është problemi që presidenti shqiptar, po them, nuk fokusohet te akademia, te lojtarët shqiptar, po gjithmonë kanë tregun e huaj përsor. Po kanë dhe ata strategjinë e tyre dhe unë mendoj që më shumë se sa ne nuk e do asnjë president që ka investuar dhe ka derdhur gjithë gjakun, gjithë djersën, gjithë mundin e familjes, sepse nuk është vetëm se po investon para, investon kohë, investon në nervë, investon në prishjen e qetësisë familjare dhe në çdo gjë tjetër. Dhe e thon shpesh është sakrificë e madhe në fakt që të jesh president dhe të investosh në klubet shqiptare për shumë arsye që ju e dini më mirë se unë. Si ka lind ky pasioni jot për gazetarinë sportive, për sportin? Si e ke filluar në fillim? Ti e ke mbyllur shkollën e lartë këtu në Korçë, më trego pak se jam kurioz. Dgjoj. Më kujtoi gjithmonë një intervistë Aleksandër Gjokës që thonë, më ftojnë për podcast. Po mirë tani. Dhe më pyesin kështu ashtu. Unë kam studiuar gjimnazin, e kam përfunduar në Korçë, e pastaj studiova në gjuhët e huaja 3 vite gazetari dhe komunikim dhe pas një master shkencor marrëdhënie me publikun. Po ke pas pasion sportin që fillim apo? Po patjetër, kam ndjekur që e vogël, jemi familje që kemi dashur gjithmonë futbollin, na ka marr babi në shkallët e stadiumit shumë të vogla. Edhe vllai gjithashtu ka qenë futbollist për një kohë shumë të gjatë deri me mosha tu 19 me ekipin e Skënderbeut. Kështu që kur më dha mundësia, patjetër që më pëlqente. Shiko, është e veçantë të punosh me meshkujt, do thoja, por akoma më e veçantë që të jesh në një treg ku ka shumë pak veta ke mundësi më shumë për të shkëlqyer, sesa në një botë tjetër që ka shumë pa dashur të thyej askënd, ka shumë gazetarë të politikës, të ekonomisë, ka shumë gazetarë që mbulojnë socialen, por ka pak gazetare vajze që mbulojnë sportin. Tani janë shtuar pak më shumë se sa në kohën kur kam filluar unë, se kam 10 vite, po bëhet një dekadë për pak që kam filluar në këtë profesion. Megjithatë, mendoj që është bukur që janë shtuar edhe goca më shumë. Mendoj që është bukur që ka një lezet tjetër që t'jenë. Kështu që a mendon ti Sabina që parajgjikohen gocat futbollit shqiptar, pra kur është ideja që është një gocë që prezanton apo është moderim? Moderatorët? Po. Patjetër. Pra po thuhet që okay, nuk merr vesh nga futbolli direkt. Thuhet gjithmonë.
Patjetër. Paragjikohet me drejt apo drejt, se është pyetje edhe kjo. E vërtetë është kjo, po e di pse ndodh, sepse është shumë e vështirë që unë kur moderoj dhe kam 4 specialistë në studio, nuk mund t'jap mend unë. Unë do bëj punën time si gazetare, unë nuk jam specialist e futbollit dhe këtu ngatrojnë njerëzit. Ama nëse unë do hy dhe do bëj si eksperta, edhe kur kam një ekspert futbolli aty, kjo nuk më shkon me mua, pastaj edhe këtu ndahet profesionalizmi i gazetarisë deri ku do qëndroj edhe tek pyetjet që bën dhe çdo gjë tjetër. Kështu që nëse secili bën atë rolin e vet dhe qëndron aty ku duhet, patjetër që gjërat shkojnë mirë dhe ti profesionalisht përfaqësohesh më mirë. Unë kam pasur gjithmonë këtë parim që unë patjetër që edhe kur kam qenë në emision, kam lexuar pafund, por unë nuk jam një ekspert e futbolli dhe të kuptoj ashtu siç e kupton futbollin, një burr, një specialist futbolli. Nuk mund të krahasojmë dhe nuk mund të pretendoj që ta arri këtë gjë. Ama dua të jem gjithmonë korrekte në pjesën e moderimit, unë nuk jam nga gocat që ngatrojnë të ftuarit në studio, se kjo ka ndodhur. Po patjetër që ka ndodhur, që ngatrojnë emra dhe çdo gjë tjetër, nuk e din se të pëlqeu apo jo. Kjo s'të erdhi shumë mirë më duket, po çfarë them unë tani? Jo, më pëlqeu. Po. Se ma the ato që të mendosha unë, prandaj po them. Po pra, po çfarë do thoje ti? S'do ta thoja unë, te ti shumë bukur. Jo, këtu s'ka filtra, kështu që le të flasim tamam. Kjo është e vërtetë ka ndodhur. Patjetër që janë goca të reja, do mësojnë, ju ka ndodhur dhe meshkujve. Është mirë, kjo nuk është një zakonisht thonë që mos jep këshilla kur nuk kërkohen, po patjetër që është mirë që të merret informacion, të punohet, pak të lexohet, sepse në fund të ditës del me fytyrën tënde aty në televizor dhe ata njerëzit që të ndjekin, patjetër që nuk e din fare çfarë hallesh dhe çfarë ke pasur, ke lexuar apo s'ke lexuar sot, po ama për respekt të atij zotrisë apo zonjës si të ka ardhur, patjetër që duhet të kesh një informacion. Jo vetëm për këtë, por ngatresa emra futbollistësh, ngatresa emra ekipit, gjëra elementare që ti thua i dëgjon dhe pastaj thua që jetë tek një komunitet me këta njerëz. Tani futbollin unë e di që do shuron. Po futbollistët, a ke ndonjë lloj përqimi më tepër për ata apo ndonjëherë bezdisin? Unë nuk kam pasur asnjëherë një të dashur futbollist. Edhe doja? A kanë tentuar? Po ta doja, besoj do ta kisha pasur se mendoj që i kam aq aftësi sa ti marrë gjëra. Dua siç që kam marrë gjërat e tjera që s'kan qenë futbollistë. Jemi shumë dakord këtu. Kështu që çfarë do doja? Kanë tentuar mjaftueshëm futbollistët? Po jam pak tipi vështirë. Nuk është kështu kaq kollaj, megjithatë patjetër, nga të martuarit tek të pamartuarit, nga e them gjithmonë se s'dua të bëj ndonjë deklaratë që më shumë se sa duhet, se më marrin ndonjë përkot këto siç më mori që s'ka burra dhe shkoj kështu. E dëgjova edhe deklaratën e burrave. Po, kështu që ishin prekur shumë. Po prekën se realisht nuk e kanë kuptuar dhe ndonjëherë ndonjëherë edhe keq kuptohem, dua të them, nga ato që them, sepse jo të gjithë kanë atë zgjuarsin për të kuptuar atë çfarë duhet thuash dhe kur bën ironin. Kur e thash unë këtë, patjetër që shqiptarët ignorant, jo të gjithë, le ta specifikojmë, u prekën dhe kujtojnë çdo gjë e lidhur me seksin. Dhe kujtojnë sikur shqiptar, sikur unë e thash që nuk ka burra sepse nuk janë aq të fuqishëm në shtrat, ta themi troç fare në fjalor në zhargon. Dhe u prekën të gjithë, lexoja mesazhe, komente pafund. Kur thash nuk ka burra me 2 r, patjetër që nuk mund t'i fusësh në një kallup të gjithë, por kur flas për burra me 2 r, nuk e kam fjalën për burra të mëdhenj, burra të fuqishëm, por kam fjalën për burra, për pjesën e njerëzve që marrin përgjegjësi mbi supe. Kur flas për burra me 2 r, për ata që janë të maturuar, për t'i dalë ballë çdo gjëje, për ata që e dinë se si është jeta, e dinë se çfarë kërkon një grua në jetë, e dinë se si është të ndajnë karrierën nga dashuria dhe nga çdo gjë tjetër. Kështu që kur flas për këta burra, e kam fjalën përgjegjësinë që marrin njerëzit, përgjegjësinë e fjalës të dhënë, përgjegjësinë atyre që thonë dhe bëjnë. Kështu që të mos shqetësohen fare shqiptarët, sepse kur i le të preken, çfarë të bëjnë tani? Sabina në fakt përveç se mbulon shumë kampionatin shqiptar, je edhe ndër ato bukuroshat që mbulojnë dhe kombëtaren tonë. Të lutem se kur më thua je ndër ato bukuroshet, më duket sikur jam vetëm ndonjë bukuroshe që mbuloj. Je ndër vajzat që merr shumë vesh nga futbolli, por je edhe bukur për fatin tënd. Po hama të thuar dhe bukuroshat ta marrin për ters. Dgjoj, po unë mbuloj ekipin e kombëtares prej në marsin që vjen, unë bëj 10 vite që mbuloj ekipin e kombëtares. Si është aktualisht kombëtaren tonë? Është në udhën e duhur dhe është prag sfidës me Serbinë. Dhe a ka burra me 2 r për Serbinë apo? Kjo është shumë e vështirë. Sa dati duhen rrët. E kam prerë biletën që herët për të ikur në Beograd. Ndeshja u shtyp patjetër dhe ne do na digjet ose nuk e di cilat do jenë planet në vijim të asaj ndeshjeje, patjetër që do jem prezente në stadium. Me sa kam pasur mundësi, kam qenë pjesëmarrëse kudo. Nuk kam munguar në asnjë ndeshje
të kombëtarës shqiptare që ka luajtur në shtëpi. Jam përpjekur ta ndjek edhe jashtë. Situata nuk është më e mira e mundshme, le të mos bëjmë tani kot për fasad këtu dhe këtë e dim të gjithë patjetër, nisur edhe nga sfidat e fundit që pam përballjen me Letonin, po dhe një miqësor me Gibraltarin dhe sigurisht që është shumë e vështirë që të gjykosh ata futbollistë që luajnë aty, po edhe një trajner që merr komente dhe kritika nga të gjithë kur nuk ecin rezultatet. Është po e njëjti që na çojnë europian. Dhe e ngritëm në piedestal dhe është po e njëjti që tani, shiko, ka ngërç edhe është rrahur Spanja, është po kalon momente të këqija Italia, Gjermania. Tani çdo ekip ka fazën e vet. Nuk gjykohet trajneri vetëm për 2 ndeshje. A duhet të kishte më kreativitet në lojë dhe a duhet të kishim ne ndoshta më shumë fantazi në mënyrën se si luajnë? Patjetër, por ka një përzgjedhje në këtë kombëtare, ka një staf teknik që marrin vesh më shumë se sa ne besoj, që janë përzgjedhur për të bërë atë punë. Po ti ishe ti trajneri të kombëtarja. Hipotetike ndodhi një ditë. Çfarë do bëjë ndryshe te kjo kombëtare? Do të një rregull tjetër apo? Jo, nuk e di çfarë rregulla ka Silvinja, sepse ai është shumë diskret në çdo gjë që bën dhe ju e keni parë zakonisht edhe 15 minuta le çdo gjë dhe pastaj të gjitha seancat i ka të mbyllura larg nga mediave dhe nga syri çdo njeriu, a thua se ne është fare pa lexuar. Përveç se kur e spionuan një herë serbët që lusht u stërvitu në Shqipëri, nëse ju kujtohet. Na kujtohet. Vazhdojmë. Ndoshta pak më shumë kreativitet, pak më shumë fantazi nga krahët në mesfush, në sulm. Nuk është se nuk janë alternativat që të mos ndodh. Megjithatë, ne nuk jemi aty brenda që ta dimë se çfarë ndodh. Edhe raportet se si krijohen, se të thash është shumë e thjeshtë të gjykosh nga karriget apo nga studiot sportive. Por sfida e madhe thash për të dy dhe për Shqipërinë dhe për atë personalisht është përballja me Serbinë. Në ndrejtimin e Silvinjës, ndeshja me Serbinë që bëri këtu ka qenë më e mira e kombëtares tonë. Shumë dakord me ty. Po. I kemi të gjitha mundësit, patjetër që i kemi të gjitha mundësit. Ndoshta ndryshimi i stadiumit dhe është në favorin tonë për shkak të presionit dhe çdo gjë ndikon më mirë për ne që gjithsesi kisha lexuar disa komente të tifozëve të huliganëve që janë gjithmonë që mbështesin Serbinë, që do të jenë prezent dhe nuk është asnjë problem që ata do të bëjnë thjesht 3 orë rrugë nga Beogradi në Leskovac. Tani, a do të përsëritet historia, a do të kemi një tetor të dytë? Shpresoj shumë që jo, dhe që shiko, të mos bëjmë tani filma kot se të gjithë e dimë se çfarë përmban kjo sfidë. Përveç futbollit dhe çdo gjë tjetër që prek shqiptarët dhe ata të Kosovës më shumë dhe çdo gjë që ka ndodhur në 2014. Është më shumë se sa nga ana e fushës së lojës, ne mbajmë presionin në anës emocionale. Dhe përveç përgjegjësisë që kemi përpara gjithë shqiptarëve për të fituar, që kemi, se nuk jam un futbollistë që kanë ata djem, presionin që kanë ata djem, ata ndërojnë një botëror. Dhe fitoria me Serbinë patjetër që do të çojë në një rrugë që të jesh më afër. Nëse kjo nuk ndodh, aty mbarojnë gjitha shpresat. Dhe mendoj që përderisa kemi pasur mundësi të merrnim një fitore në shtëpinë tonë, mendoj që mund të ndodh. Varet çdo gjë si do të shkojë. Shpresojmë mos kemi përsëritjen tetorit të dytë. E ke ndjekur që ballisti që hapi dronin aty? E kam ndjekur, po nuk bën çdo ditë mbrapsht në rrjetet sociale. Unë nuk jam për këto dhe bëra çeferim përpara disa ditësh intervistë. Dhe e pyeti një nga gazetarët, mos gaboj, kemi qenë së bashku, dhe i tha pikërisht për incidentet. Dhe ai u përgjigj në mënyrë korrekte dhe i tha, më vjen shumë keq që disa idiot duan që ta përdorin futbollin për filozofitë e tyre dhe mendësitë e tyre idiote. Dhe kjo është realisht. Tani po luhet futboll, le të luhet futboll. Le të mos e bëjmë kaq të thjeshtë dhe ta bëjmë sikur është fushë me trëndafila, sepse të gjithë e dimë se çfarë signifikative ka kjo për kombëtarin tonë, për ne si popull dhe për çdo gjë tjetër. Por të mos japim dhe mesazhe të gabuara, të mos i kthejmë këto ndeshjet e futbollit për të përsëritur gjëra që të marrin konotacione të tjera. Për çfarë po numëron ballist Morina në numërimin mbrapsht? Ndoshta ka përgatitur një dron të dytë? Aq të larta sa do të jenë masat e sigurisë, askujt nuk i intereson një tranzit tjetër. Ndoshta ka menduar diçka tjetër që ne nuk e dimë ende. Po për shembull, çfarë ndoshta? Nuk e di, unë preferoj të ma shfërnej fantazinë ballistë. Tani që ka 10 vite të kombëtarja pranë. Momenti më i bukur që mban mend nga kombëtarja, di që ka shumë, ka 2 kualifikime në këto 10 vite, po ai që mban mend më shumë. E para njëherë është sfida e Italisë, kur u bë goli aq i shpejt në në Gjermani. Mendova pak për Genoa në tërë. Edhe kualifikimi në ndeshjen mos gaboj të fundit me Armenin, duket se duani me Moldavin, mos gaboj. Diçka e tillë. Kualifikimi i këtij europiani. I këtij europiani. I këtij europiani. Po, i këtij europiani. Ndeshja me ishte Faroe apo kualifikimi ishte me Kualifikimi ishte me Moldavin.
Nuk munda dot unë që ti isha jashtë dhe e kam raportuar nga sheshi Skënderbej, vinte një shi aq i madh sa unë Kam qenë dhe unë aty jemi takuar aty. E vërtet u emocionova aq shumë sa më dridhe edhe zëri se pasi kisha bërtitur aq shumë edhe kisha festuar aq shumë. E hodha atë çadrën fare, u laga u bëra qum nga kokat e këmbët dhe nga shiu. Dhe duhet ky specifikim. Dhe pastaj do raportoja se çfarë kishte ndodhur në shesh dhe njerëz që festonin, njerëz që mblidhen gjithë për një qëllim dhe shiqur që është jo kombëtare që na bën pak bashkë ne shqiptarëve që të festojmë për një arsye të caktuar. Atë kemi gjë më të bukur. Tani Sabina, ti je edhe përveç vajzë e bukur që ta tham, ti je edhe vajzë kampione. Vajza për Ligën e Kampionëve. E Champions League të RTSH-ja ka qenë fillon fikësira e Champions League. Është më bukur që mund të ketë futbolli. Këtë nuk duhet ma pyesësh fare, se kjo është aprovuar gjithmonë. Pyetje retorike pak po. Po, pyetje retorike. Është gjëja më e bukur që un kam bërë ajo është dhe gjëja më e bukur që ne ndjekim në futboll është, më thoni një gjë tjetër që është më e rëndësishme se sa Liga e Kampionëve. Të dëgjova pak më herët kur po diskutonim që është bërë pak e mërzitshme sepse kështu është formula e re. Ka shumë ndeshje, është e vërtetë, po ka shumë emocion përsëri dhe kur vjen ajo periudha e eliminimit direkt, çfarë do ndeshje të ketë pasur më përpara? Po, jam dakord. Atë ndeshje finale po. Po kjo faza grupeve mos më pëlqen më. Unë kam pasur gjithmonë t'i them qef kupa me vesh të mëdhenj. Po kupa është e bukur më shifë. Pa muzikën ju. E rregullojmë montazhin. Rregullojmë postproduksion. Nuk e kemi atë tenorin që luan atje. E shef Bayernin për pretendent për Champions League. Unë kam ngritur Champions League për çdo gjë në jetën time, kështu që gëzuar. Kjo ishte deklaratë. Me gjithë deklaratat e tjera, po kush e kupton? Kam fituar gjithë, vërtet, kam fituar gjithmonë, kështu që. Sabina ka një merak të vetin për një temë konkrete që ne kemi. Messi apo Ronaldo. Ne jemi të ndarë në dy kampe ndryshme. Si jeni ndarë, cilat janë? Jo, mos e thuj, mos e thuj. Pra, Messi apo Ronaldo? Po, nuk ndahet kjo vetëm me një të thënë të emrit, sepse kanë një kontribut të jashtëzakonshëm dhe ne kemi qenë shumë fatlum që në këto vite këta kanë ndarë skenën bashkë dhe ne kemi shijuar të gjithë së bashku. Jo për të qenë politikisht korrekt, se e dim që statistikat flasin më shumë për Lionel Messi, ama Cristiano Ronaldo ka marketuar veten e tij në mënyrën më të mirë të mundshme një moment dhe është shembulli i punës që ti kur ke 1% talent, 99% ta kthesh në punë, patjetër që bësh një rrymë i suksesshëm në botë. Patjetër. E di çfarë thoshte Patrice Evra në një nga rrëfimet e tij, në një nga intervistat që besoj e dini dhe thoshte ftuam në shtëpinë e Rio Ferdinand për të luajtur ping pong dhe ai humbi. 2 javë më vonë shkoi bleu një ping pong në shtëpi, u stërvit dhe i ftoi në shtëpinë e tyre derisa i mundi. Egoja e një njeriu të smur, ego të shmendur për të qenë i pari gjithmonë. Dhe thot gjithmonë, kur garojmë që bëjmë not me Georginën, ajo më thot gjithmonë që më lër të paktën vetëm për pak ego dhe unë edhe kur ma kërkon nuk e le. Kur bëj not? Kur bëjmë not dyshoj shumë. Ka qenë ndryshim. Për ta thënë ekran ka thënë kur bëjmë not. Po, kur bëjmë not. Dyshoj shumë që natyra dominante që do të jetë dominant kudo dhe patjetër që e gjitha ka qenë prej sjelljes së tij, prej punës së madhe dhe ka qenë shembulli i njeriu që shiko se Messi e ka sjell Zoti nga lart për të shijuar ne këtu poshtë. Dhe e thon të gjithë, nuk është nevojë ta them unë. Kurse Ronaldo, një djalosh i vogël që mua shpesh më sjell në mendje edhe atë shprehje që ti nuk je shëmtuar, ti je i varfër. Ke pasur shëmturim. Ka nisur edhe nga pamja e tij, por që me kohë njeriu përmirësohet. Do të thotë ti po të jepë një votë për topin e artë këtyre dyve, ku do e jepje? Po, topi art ka disa kritere, por e kanë marrë e ndanë për më shumë se sa një dekadë skenën së bashku dhe atëherë kishte emocione. Sabinës ti këtë duhen kombëtare shqiptare për të kaluar botror. Këtë do fush. Një këta diletar. Vasha se hape krahun fare tani. Po zgjidh këtë, po më stash ti bësh pasaportën. Këtë do të kombëtare. Ne këtu është bulonti. Me aq probleme sa kemi ne mund na zgjidhni ndonjë gjë Messi. Messi. Ronaldo ka nevojë për lojtar të stabilizojë. Është mes lojtari më i mirë. Messi ta nxjerrë. Nuk thash që është patjetër, shiko, statistikat flasin për atë, është ai talent. Nuk e bëj dot ndarjen se nuk bëhet ndarja me një të rëndë, nuk bëhet ndarja me një të rëndë lapsi dhe të viun tani të bëj ekspertën për dy njerëzit më me influencë në botë dhe më të mirët në historinë e futbollit. Atëherë, Messi Ronaldo nuk i ndau dot, por them të bëjmë një 2 lojra. Flori, në kort jemi okay? Po, fillimisht duhet të shkojmë pak te dhoma e varit për të lojën. Duhet të japim pak verdiktin final. Me var për lojën që mund të ka sjellë. Atëherë, Sabino mendova një lojë, besoj që ti e njeh, është çik lojë
për fan. Për të rritur, lojë për të rritur. Jo, për të rritur. E di Kiss Mary Kill e di. Këdo puthësh, këdo martohesh dhe këdo vrise në një farë mënyre. Ta kam bërë me lojtarë tuaj që mos të bësh shumë siklet. Normal se ata shqiptarë do isha përgjitur se do kisha vrarë të gjithë. Bëj shaka. Atëherë, po e nis me Serie A. Kemi 3 alternativa. Modric, Kevin De Bruyne dhe Thuram i Interit. Kiss Mary Kill. Ke 3 tipologji të ndryshme. Po tani. Prandaj zgjodha, unë kam menduar. Cilat janë kriteret për të zgjedhur? Se tani nuk mund të bënim Kiss me Modric. Varet? Po edhe të shefe kjo dynja. Jepi. Tani pak më i mirë nga këta të 3 është De Bruyne për të martuar apo për të puthur? Për Kiss. Më duket me familjar ky Modric. Për të martuar Modric. Edhe Thuramin e hoqë qafe? Na, ta i qafe Thuramin më vendose në siklet. Po do ta ish tani se Thurami i shkreti. Thuram nëse na shikon. Po zgjidhje tani. Thuram nëse na shikon. Ose do t'i largosh. Thuram e kishte sa 2. Te Interit. Po Interi pra, ta e specifikoj. Dini italisht tu? Thuram, if you are seeing us right now, try a DM. Change her mind. Do na dëgjoj, besoj dhe sapo të shkojmë në shtëpi do shohim. Ja, çojmë Instagram hallet e vllajën e vet, pastaj Premier Liga. Erling Haaland, Van Dijk apo Declan Rice? Wow! Kiss Mary Kill. Kiss do bëja Van Dijk, Mary do bëja Van Dijk, këtë... Pas e prek Dela direkt. Po. Van Dijku do i boga të gjitha. Gjë, a vashit të gjitha, a vashit se ke opcionin Kill. Tuk më përqen fare nga pamja Erling Haaland. E çuditshme ishte, sa është tipik nordik norvegjen, viking. Ma të flokët bjond, se puna jote, kjo s'do me thënë që ti një gjanë ati, por... A bëri me stil komplimentin, me që dëgjuat, faleminderit. U skuqa pa akoma. Dhe kush ishte opsioni i tretë? Dhe Declan Rice. Po ti puthë martoi Van Dijkun, Declan Ricein e lam në rit. Po. Iku në rit. Po. Në Spanjë. Tani në jetë, disa gjëra do t'i përzgjedhësh ti eliminosh, disa do t'i marrësh. Edhe ishme është, po do të bësh këtë gjë. E vërtetë. Në Spanjë në La Liga. Këto gjëra ndodhen në jetë reale, bën edhe filma. Lamine Yamal, Jude Bellingham, Julian Alvarez. Kiss Jude Bellingham. Këtë martosh nga ta tani? Mary Jude Bellingham. Po më bën hile mish. Më do të pranoj më këtë shua staj. Po. Po më ke vendosur 3 tani. Edhe nuk është se më pëlqen shumë nga pamja Yamali garant. Yamal, jo për të vrarë, po e di ndonjë mendoj që inshallah nuk e ndjek historia e Neymar me festat e çmendur dhe çdo gjë që bënte. Ndoshta nga mosha dhe çdo gjë tjetër që ka që mund të gaboj tani, se ato festat e çmendura, ato festat me aq luxury, me aq shumë njerëz, me aq shumë hyje. Po, shiko. Tani dalim te ky diskutim i Cristiano Ronaldos dhe disiplinës në sport, Se Ronaldo si ka kalu Jennifer Lopez me shoqe me shok? Me shok jo, nuk e diu këtë. Po dëgjoj. Ka kalu me shok, ishin Jo, këtë. po ai tyre ka qenë tjetër dhe këto festat e çmendur të shrenuara nuk janë asgjë tjetër veç se show Instagrami, mendoj unë. Mbase jam gabim. Ikim në Gjermani. Këtu nuk ketë mi ndash martuar. dal ta shohim çfarë do të po. Këtu do mi ndash një secili, s'më shpëton. Hanjer. Karim Adeyemi, Olize dhe Neuer. Ti mos na merr njerëz që kanë konflikt interesi. Po tani të rrothet do mendohet. Kiss Neuer. Të puthë Neuerin miq. Gjithmonë ka qenë i preferuari im Neuer edhe si futbollist. Kështu nga pamja nuk është shumë në shihet e mia, po king është. King është. Do Neuer, po nëse na këtë sheh. Adeyemi t'ia lëm asaj që e ka. E vrau Adeyemin, kështu shpirtërisht dhe Olizen do e jepi një puthje. Po prito thash Tani sa puthje jep Sabina aty. Po, puthi Neuerin harrova, fani më emocionova unë se puthi Neuerin, po, vazhdojmë. Tani Olize do martoj Olizen? po kaq me dyshim se ma thua ti tani. Investim. Po mendoj të martosh më mirë Neuerin dhe Po Olizen. më mirë Neuer, mi varja. Po ka mall se mos dëshirohet ai, po e putha një runë dhe pastaj më. Pak shaka miq, se normal që kështu do të ndodh. Tani këtu do e kesh pak më të lehtë. Ai është portier, pse e mbrapa Prit se ka të vetë. Tani Sabina do provosh edhe një profesion të ri, do bësh gjyqtare. Ke 2 kartone. Si Kolina, Një i vjen verë. Kolinës, jo, as syt asgjë. Nuk është Nëse Do thosha se lusta. të gjithë ju që nuk më pëlqeni mua, gjithmonë e keni një të kuq. Nuk i llogarit fare. Po të verdhë këtë e jep apo këta që Po ndonjë që mendoj që e meriton Ju një që mund sa të bindni, ju që tentoni po s'më bindni. Të verdh. unë do të them situata të ndryshme. Po. Dhe do jep karton të verdhë apo të kuq dhe një shpjegim për këtë. Okej. Tani, kur dikush të flet dhe nuk të shikon në sytë, çfarë kartoni do jepi? Ua, është Kartoni e kuqit e pa diskutueshme fare. E pa Njerëzit përgjithsisht janë gënjeshtar ata që shohin
djathtas momentin që të shojnë. Çfarë ndodhi më ato? Se doja ta pizza ku të shopi post të parë si. Mos i degenero fare tani. Mos i degenero fare. Po, situata tjetër. Në takim, kur personi shikon çdo 2 minuta telefonin. Refleksa, e të mërshme. A mund bëj opozitën? Po mund ta bësh. A nuk merret si shenjë për shembull që është në siklet se është me ty dhe nga që ka më shumë emocione ka me telefonin. Dhe çfarë është kjo çdo 2 minuta ti ka telefonin? Ore, jo sa i rrin telefonin, ke parasysh që bëjmë në përre që shohim motin ose orën vetëm. Pa edhe ti këtë? Jo. Ti tani kur njerëzit që janë të interesuar për një bisedë dhe kur shkon biseda dhe rrihet vaj, nuk ka nevojë fare ti haron kohën ta shkosh telefonin haron. Le të filloj breshë jashtë, le të filloj fortuna ti prapë dhe ke mendjen. Romanicitet se tepër mi po na jep atë situatën tjetër. Kur nuk shikon futboll. Një mashkull. Një mashkull do të thotë. Po për çfarë do bisedosh për modën, për okay, në rregull. T'ja japim një mundësi se ndoshta ajo të gjithë e pëlqejnë futbollin, po Këtë jam dakord dhe unë. T'ja japim një mundësi kartoni kuq. Po mirë, bëni më fort tani. Mashkull që në fundjavë nuk sheh futboll. Çfarë do bësh fundjavë? Po pra po. E vërtetë është. Imagjino. Luni. Çfarë shkon për peshk, edhe për peshk hap highlights. Ti ndërkohë del burimi me shokët e thotë, ku e ke ndosën? Shikon të futboll në shtëpi. Lash në shtëpi vetë. Imagjino çfarë ndodh. Shkon morën 2 birra. Ato birra, bravo. Kemi derbi sot të dallakatemi ndërkohë buri. Jo zemër do ikit peshkoj. The fuck, bro. Kur e heq nga ndeshja për të parë një film. Kjo është pa tolerueshme. Dëgjoj, po varet çfarë ndeshje, se po të jetë një ndeshje boring fare të zë gjumi. Mund të jetë ditë e martë kur që ka Champions League. Jo Kairat Almaty Real Madrid, po. Jo, absolutisht. Po filmi aty është. Po shumë gjyqtarë rreth, vetëm të kuq që po jep. Shumë mirë bën. Po ato situata më kësaj. E mbam atë kohën që ka qenë seriali i famshëm turk, mund ta themi ne atë? Ezelin. Po thuhem. E mbam atë Ezelin që gjithë burrat shifshin Ezelin lokal. Burra e çalloj terrori. Friksh me miq. Vazhdojmë. O, këtu jo do vetë. Sa dje ke pasur e ke parë edhe ti? Jo, se nga pa Osmanin. Akoma më keq. Unë nuk e di ç'a ngjyrë kartoni duhet të kesh këtu kur harron ditëlindjen tënde. Je i përjashtuar për jetë nga fusha e blerë, nga jeta domethënë. Nga fusha e blerë? Nga jeta. Për jetë, po. Po nuk e meriton. Po e vërtet, pra unë thash duhet një karton më fort nga kuq. Ka shumë njerëz që nuk japin rëndësi ditëlindjes, po mendoj që është një ditë signifikative dhe nëse ti haron ditën më të rëndësishme të një njeriu, apo s'u duket atë aq e rëndësishme. Mund duket ditë thjesht koti. Ti për çfarë bën opozitë gjithmonë, mund ta di? Jo, thjesht ai në shoqatën e tyre. Po të thotë vendime. Shoqatën e tyre që harrojnë. Shpirti kundërshtim. Se zakonisht të bisedë kam dhe unë me shoqet e mia. Por do thon ditëlindjen, okay, ke lindur. Me shoqet, ke lindur motor çdo një vit. Cilën ke ti ditën më të rëndësishme që identifikohesh ti për shembull, se njeriu ka një ditëlindje. Po jo, po thotë se kam këtë ditën time se këtu kam lindur dhe ma harrove ti të mortja. Ke parasysh? Nëse ti ditëlindje është. Është të parëndësishme për ty? Jo. Po nuk është ndonjë gjë që madhe. Për të verdhë do jesh. Po nëse ti haron ditën time ç'më duhet mua që kujtohesh ti për mua për ditë të tjera? Çfarë kujtohesh ti atë? Domethënë ai kujtohet për ty 364 ditë, 365 aty u prish mua beti. Kujtohet 364 ditë nuk e haron kurrë 365 në rregull. Je i humbur vazhdo. Pranoj humbjen dhe pranoj që ke gabim. Situata tjetër. Je i humbur sa dush vazhdoje. Kur të pyet për një këshill, por bën të kundërtën e asaj që i the. Të verdh ose jo, po të verdh për t'i dhënë një mundësi tjetër, por një gjyqtar ka që mirë thotë të verdh, po ta jap një mundësi të verdh. Jo. Do njerëzit do kërkojnë këshilla, do kërkojnë dhe mendime, po është ajo shpreha pyet 7-8 dhe bëj si ti vetë njerëzit janë të lirë në fund të zgjedhjen ç'të duan, sepse është relative, si është unë nuk mund ta shohësh ti, ëh. Kështu që le të shoh më të mirë. Kur shikon telefonin dhe qesh, por nuk ta tregon arsyen që qesh. Wow, budova. E kuq fare. Çfarë do të thënë kjo? Tani flasim për një të dashur apo thjesht për date? Po tani date po them. Po jo date se date. Po edhe date, po tani date nuk i kërkon. Nuk i kërkon. I dashur qesh mirë, i dashur dhe të mos tregoj. Po i dashur ai ta ket për luks, ta ket telefonin dorë akoma po çfarë. Po pse date do marrë ditëlindjen më sa çik kota. Se na bësh kështu sikur juve ju kanë blinduar këto të dashurat juve dhe s'mbani dot as telefon as asnjë gjë se na çuditet fare. Jeni çik toksike ju. Juve kush? Femra përgjithësi. Unë nuk jam të femra, unë jam Sabina Met. Sabina me voca të tjera ti, se bën shpesh këtë punë. Sabina një dhe vetme. Një dhe vetme për ty që nuk e di të tjerët. Çfarë urdhërose kështu ka thonë gjithë një dhe vetme.
Si kam dëgjuar herë tjetër. E mirë ta tregojmë me link. Po çfarë si e ka, unë bën ndje mirë, nuk kam si ti. Edhe e fundit, kur shkoni pushim me bashk, por poston foto vetëm. Ai apo Sabina? Tani ai Sabina ka dorë vet. Asnjë karton s'do t'jap, sepse në rrjetet sociale njerëzit mendoj që janë të lirë të bëjnë çfarë të duan. Dhe shiko, nuk është rrjeti social asnjë signifikativ i një marrëdhënie të shëndetshme. A ndikojnë rrjetet sociale? Patjetër, që mos bëjmë kot. A janë ato arsye 1 milion zënkave në ditët e sotme? Patjetër. Po. Por njerëzit janë të lirë të postojnë çfarë të duan. Ka shumë çifte të hapura që nuk i kanë partnerët në rrjetet e tyre sociale. Probabiliteti për të gënjur është shumë herë më i madh kur ti nuk i ke, por si një Virgo që jam, do investigoja gjithmonë dhe njeriu që do i dalin gjërat përpara syve, thjesht duhet të ketë sy të shoh. Dhe nuk mjafton që të postoj një foto për të kuptuar që ai është me mua për t'i treguar gjithë botës që ne jemi bashkë, se ne duhemi dhe kjo punë ka marrë fund. E pra miq, nuk e di çfarë mbyllje më të bukur mund të bënte Sabina Mete me këtë që tha. Përdorni për shpreh, vjeni bio tuaj në Instagram kudo që jeni këtë që tha, po është diçka perfekte Sabina. U kënaqa shumë në podcastin tuaj, kaloi ora dhe unë nuk e kam parende sa është ora dhe nëse kemi përfunduar apo jo, por ishte gjithmonë kënaqësi dhe i vlerësoj shumë njerëzit që sjellin shumë gjëra inovative, nga Dalina e para që ka sjell dhe ka ngritur kaq shumë të gjithë këtë format, edhe tek ju që punoni me shumë dashamirësi, nga çunat operatorët, çdo gjë tjetër që investon për këto gjëra, se u bëra sikur jam në emisionin tim tani. Sabina, faleminderit edhe një herë, ishte gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Do ftoj prapë se në kënaqen, herën tjetër prapë Sabina kemi, okay? Herën tjetër prapë. Ándale.